E si që thash pak më herët, do të ndjekim pak a shumë një rrugtim të natyrës midis Amerikës, Kosovës dhe punës në psikologji dhe jo vetëm. Natyra, mirë se vjen, shumë kënaqësi me pas. Faleminderit, shtesën, mirë se u gjeta. Do të themi mbrapa në kohë, ndoshta edhe për të kuptuar këtë lidhjen me të dhënit, sepse në psikologjia është një farë mënyrë për të ndihmuar dhe për të dhënë ndihmë atyre të cilët kanë nevojë dhe për të kuptuar se si ka rrjedh pikërisht deri te përzgjedhja e këtij drejtimi. Faleminderit shumë, zakonisht me këto dinamikat ditore që i kena, shumë rol muj me menu për të kaluarën, ma shumë jena të preokupum për të ardhmen. Pikërisht. Edhe po më pëlqen shumë pyetja se kemi nevojë me reflektu ka njerë kohë pas kohë. Me u kthi çfarë ka ndodhur. Se nuk jemi këtu rastësisht, me thonë, është një mbështetje shumë e madhe ndër vite, ndoshta që na u ka bërë çashtu siç e thatë edhe jo prej familjes. Unë vi për një familje relativisht vogël kështu në numër të antarëve, po me një zemër shumë të madhe dhe me një mbështetje shumë të madhe. Kom dy prind të cilët janë mjek me profesion, edhe jom rrit në atë frymën edhe në atë idenë e humanitetit, dashamirësisë, empatisë edhe disa vlerave tjera që ndoshta e karakterizojnë edhe atë profesion, po edhe prindrit e mi në veçanti. Kështu që ky rrugtim jam ka shumë natyrshëm, do me thonë i pasforcuar. Unë jam shumë e fatë që i kam dy prind që vërtet na kanë lënë të lirë me zgjedh, do me thonë. Nuk e ndjen presion asnjëherë? Asnjëherë. Unë jam rrit tu e po nanën tem tu pregadit për provime, jom rrit tu e po nanën tem tu kujdestaru 24 orë, jom rrit tu e po babën tem tu kujdestaru 24 orë. Me thonë edhe asnjëherë nuk është imponu kjo, ndonë se u folë gjithmonë për mjekësinë në familje. Megjithatë, prindët e mi gjithmonë e kam pas to që më na lënë të lirë, edhe mua dhe vllaun tim. Vllau im e ka zgjedhur një rrugë më të përafërt me ta, për mos me thonë shumë përafërt, ai e ka kryer mjekësinë në Turqi, tash është psikiatër, shumë më afër me njërin prej prindërve të me, po megjithatë vetë e kemi zgjedhur. Me të njofturin doktor Ferit Aganin, ta përmendim sepse po besoj gjithë unë jam vajza e doktor Ferit Aganit edhe doktoreshës Shpresa Agani. Me thonë edhe jam shumë e fatë që po mënoj përveç atyne vlerave profesionale që ata i reprezentojnë, mbi të gjitha kanë qenë prind shumë mbështetës, shumë të dashur. Edhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, na kanë lënë shumë të lirë mi bona vetë zgjedhjet tona. Edhe për mua, në personalitetin tim, në rrugtimin tim, kjo ka pas një ndikim shumë të madh. Gjithsesi, pati ndonjë moment apo diçka në veçanti që të shtyu drejt psikologjisë? Se di, është interesant sepse që atëherë ka qenë njerë periuda e mas luftës, ka pas shumë diskutime që jënë bëhu për shëndetin mendor, prindët e mi kanë qenë shumë aktiv, veçanti baba në studime, në hulumtime, kemi taku shumë njerëz nështë ta që kanë orë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kena pas shumë me që në shpe, nana gjithmonë ka ditë me bo darka, neja, me kretë këta meq që i kena pas, dhe aty gjithmonë njën folë këto tema, dhe për mu nështë ta se dikush në shkollë fillore, në shkollë të mesme, ka qenë intriguse, kom pas një farë kurioziteti intelektual nështë ta me përvu pak me kuptu ma shumë. Sigurisht edhe fryma në cilën një mërit, e ka ndiku ato, po ma ndej psikologjia ka qenë profesion shumë i ri në Kosovë, me thonë, jo si mjekësia ashtu e tabluar edhe me rënjë është ta ma shumë. Kështu që nështë ta me një anë kjo nevoja, në anën tjetër kjo përvoja e prindërve, edhe dy, një profesion i ri, me mundësi, me potencial, po mendoj që ju ka përshtatë shumë edhe natyrës time. Unë jam kështu shumë kurioze për nga natyra, po të njëjtën kohë e kom shumë të kultivuar edhe këtë ndihmën e pakurzuar. Jo veç kur ka dikush nevojë, po kur te gjykon që dikush është në krizë dhe ka nevojë me ndihmë. Dhe mendoj që kjo gërshetime. Ndoshta një nevojë e cila nuk kërkohet, a? Sakt, që është shumë e zëshme me gjetë sot, sepse njerëzit janë shumë preokupuar me gjanat e veta, jeta u bë shumë e vështirë për shumë prej neve, për mos me thonë për secilin. Edhe mendoj që kjo gërshetime e ka bo që une në vitin 2005, atëherë kër i kom kry shkollën e mesme, me u regjistru në departamentin e psikologjisë, aty ku i kom marrë hapat e parë, prej shumë prej profesorëve të mi, të cilët sot i kam kolegë, sepse jom vetë aty. Po, pa tjetër që po. E përmenda Amerikën dhe janë goqa disa vite sakrificë, normalisht, të cilat janë bërë, janë dedikuar pikrisht shkollimit, edukimit të. Vërtet, në vitin 2008, në një udhëtim kështu krejt spontan në Tiranë, ku
ku unë shoqëroj babën tim në një vizitë që ai kishte profesionale, marr pjesë me një darkë ku ka shumë profesor aty dhe në mesin e tyre i ndjeri Gary Melton. Edhe ai ja nis me fol për punën e vet që e bën, edhe unë si dikush që është në vit të tretë të studimeve, po e ndëgjoj edhe po provoj me kuptu çka po ndodh, pa na ide të qartë çka po duhet me bëu për të ardhmen, ndoshta po duhet me punu, apo duhet me bëu një pauzë, apo duhet ndoshta me studiu edhe diçka tjetër ose ngjajshëm. Edhe ai e tregon këto, dhe thot na e kemi një program doktoratës, jemi shumë të interesuar për me pas kandidat prej Ballkanit në përgjithësi. Çka po mendon ti për këtë ide? Edhe reagimi jam i parë është jo, nuk po du, sepse unë jam shumë e lidhur me familjen, jam shumë e lidhur me komunitetin, me vendin, edhe ndoshta Evropa është një farë opsioni kështu pak më real. Po mandej gjatë kthimit, edhe në bashkëbisedim me babën, po edhe me nanën mandej, ata kanë qenë një shtysë shumë e madhe për mua, dhe ata në fakt janë iniciatorë që mu më kanë nxit me shku, që kur e menojnë e sot për perspektivës prindit, si prind vetë, ndoshta nuk i shkojnë bashkë që e letë për mu me shty fëmijën tem nanën tjetër të botës. Po ata vërtet kanë pas një besim shumë të madhe në mu, edhe e thash që ato na edhe në të mirën që sjellin ato studime. Edukime, me thonë me i regjistru studimet e doktoratës, moshën 21 vjeçare, nuk është shumë e thjeshtë, me thonë kërkon një ambicje relativisht. Nuk është as pak e thjeshtë, dhe nuk është as pak e lehtë mbi gjitha për të arritur deri aty. Është vërtet, sepse do të thonë familja është shumë e rëndësi, lidhjet janë shumë e rëndësi, po megjithatë unë shkoj në vitin 2008 atje. Diplomoj dhe të nesërmën marrë fluturimin edhe shkoj, edhe kanë qenë 5 vite, nuk janë vite të lehta, aty studimet e doktoratës në sistemin amerikan janë të integruara, kryet edhe që quhet Master's Equivalent Project e mandej studimet e doktoratës, po vërtet kanë qenë shumë vite të mira, me thonë, kom taku shumë njerëz të mirë, kom taku një shoqëni ndoshta të limituar në njerëz, po që vazhdojmë i kultivu ato marrëdhënie. Absolutisht, ato marrëdhënie njerëzore, vërtet kom një derë hapun në Karolinën e Jugut, edhe kom shumë njerëz në të cilët muj me trokicar që kam nevojë, shtoja kësaj, mandej edhe bashkëpunimet që na i kemi bu kuptimin profesional ose rrugtimet ndryshme profesionale që në kthimin tim në vitin 2012, do me thonë kanë mrime u kurorzu edhe me rezultate ma konkrete. Po mirë, si ka qenë gjitha ajo eksperiencë? Ato 5 vite, i tha që nuk kanë qenë të lehta. Nuk kanë qenë të lehta, por unë i kujtoj me shumë nostalgji, sepse kom pas një kohë që ja kom dediku ekskluzivisht vetës, jo marrë me gjana që më kam pëlqy, marrë mend që pa ta lexu shumë, sepse koha ishte në dispozicion, shumë aktivitete mu marrë me vetën, po të njëjtën kohë edhe kom punu, pra kom pas një farë pavarësie financiare, nëse voj me thonë, donë se mbështetjen e prindve kom pas gjithmonë. Kosovë kom marrë 2 herë në vjetë, me thonë, po edhe prindret më kanë vizitu, me thonë, edhe vllau ka qenë aty, edhe me thonë, kemi provu me marrë ma të mirën për asoj përvoje, dhe me kriju një kujtim të mirë, edhe me kriju përvoja të këndshme, për cilat edhe sot kur më ledhemi, i diskutoj me shumë nostalgji edhe me shumë, që me thonë, me shumë dashurin është adhe një të pojo, veç për kohën që kemi kalu, po dhe kohën me kane kemi kalu. Pikrisht, ke përjetuar ndo një shok kulturor në Amerikë? Dihet që jemi shumë largë kulturalisht Kosova me pjesën tjetër të botës, si që e dhe pak me jetë. Unë para se me shku për studime, kom qenë edhe një herë në një vizit, pa jo ka qenë ma shumë për qëllime turizmi, dhe ka qenë një përjetim krejt tjetër. Po për shembull, për mu ka qenë sfid mënyra e ligjerimit, ka qenë sfid mënyra e realizimit të detyrave, mënyra e integrimit të pajisjeve teknologjike tash. Vini re, po folim për vitin 2008, jo për vitin 2026, da me thonë ku shumë shkatësi dhe njohurin është ta unë u dash me imësu prej fillimit. Ka pas edhe gjana të cilët nështë ajo më shoku, për shembull si me thirë profesorin me emër, e jo mi thonë profesori Geri për shembull. Po me gjithat, këtu mandej ndodhin me qatë procesin e adaptimit në të cilin se cili pinesh kaloj. Me gjithat, ne edhe si familje kështu nga ka ra me udhtu edhe me po, kështu që nuk ka qenë do një super shok, po me gjithat, përgjithësit, pavarësia, me thonë këto krejt, kanë qenë do role të reja të cilat u dashme i marrë dhe mi integru në vetën time.
Jam e sigurt, natyra që ke patur mundësi edhe të qëndrosh në Amerikë, po ti prapë se prapë ke vendosur që të kthehesh në Kosovë. Unë shumë afër jam për me marrë green cardën në kuptimin ligjor, sepse ato afatet kohore i kom realizu. Megjithatë, gjatë studimit mia doktoratës, unë kom qenë në lidhje romantike me burrin tem tash, edhe vullneti ka qenë një shtysë e madhe për une me u kthy, po gjithashtu edhe familja ime, tu më se anashkalu edhe kontributin. Do me thonë, na kena pas mundësive u bartë atje, me zhvillu jetën, me shumë çështje tjera, por të dy kemi zgjedhë, në shta që me ardhë këtu edhe me vazhdu me qenë këtu, dhe unë mendoj që kom pas zgjedhje të mirë. Sepse për mua shumë e rëndësi që djali jam sot dielli me u rrit me gjyshat e tij, respektivisht me prindë me edhe me prindë e bashortit tim, edhe me qenë atë rrethuar me njerëzit të cilët i dojmë, po të njëjtën ku edhe unë me pa mbesën time unën, të u rrit, e jo me pa veç përmes kamerës ose përmes fotografive. Viber apo WhatsApp. Edhe pse edhe tash edhe këtu ne shumë shpesh ato e shoh përmes WhatsAppit, sepse ata i kanë obligimet e veta, po megjithatë janë disa rutina familjare të cilat printon i kanë trashëguar. Me dasht me pa shkon për 10-15 minuta, nuk është me shku për 15 orë, është pak... Edhe, që me thonë, i kemi do rutina familjare që printoni kanë trashëguar te na dhe na provojmë me i kultivu, sepse vërtet mbështetja për njëri tjetrin edhe marrëdhëniet me njëri tjetrin për mua janë më të rëndësishme se sa zero i ka kontoja jote në fund të muajit. Tash nuk po du me tingëllu kështu naive në shtadhe me thonë që ajo është e pa rëndësishme, po përvojat që na i krijojmë me njëri tjetrin për mua janë shumë më rëndësi. Si gjete Kosovën pas 5 viteve studimesh në Amerikë dhe si u gjende ti pikërisht e përmende që është shpërblyer gjithaj mund? E vërtet. Ndryshimet janë të mëdha, kanë qenë edhe atëherë, janë edhe tash. Unë me njëherë u pata pranu si asistente fillimisht në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, aty ku i ko marrë hapat e pa zhvillimit tim profesional. Kretë mësimdhënësit që janë aty kanë qenë mësimdhënës të me të cilët unë sot me shumë krenari, i quaj kolegë të me dhe disa rrugtar të me të cilët ndërtojmë së bashku shumë përvojat vlefshme akademike e profesionale. Megjithatë, është shumë e rëndësi kush ta trason rrugën edhe kom pas fat me qenë rrethuar me njerëz në shtatë të cilët vërtet kanë disa vlera edhe kanë vizion edhe kanë ambicie që përveç që janë shumë të sinqerta, janë të njëjtën kohë edhe shoqëruar me disciplinë, me iniciativë dhe me thonë ki prej kujt me e mësu një gjatë tillë. Kështu që konsideroj veten me fatën këtë drejtim sepse dhe familjen e kom pas tillë, po edhe kolegët me të cilët punoj sot baza ditore janë të tillë. Për ndryshimet gjithmonë janë evidente, por ndryshimet nuk janë gjë e keqe, dhe me thonë ndryshimet mësojnë sane të reja dhe për neve, mu adaptu, mu përshtatë dhe me mësu në është ta gjana të reja të njëjtën kohë. Cili ka qenë mësimi më i madh që ke marrë nga ajo periudhë? Gjatë kohës sa kom qenë atje, që mund është mja dal vetë, por është më mirë kur të mbështet dikush. Edhe kur po thëmë të mbështet dikush, nuk e kom fjallën në mbështetje në shta që ka një karakter financiar, po që e mbështetja emocionale, që e një kafe që ti në shta e pen një herë njavë me dikan, ta jep një shtys, ta jep një motivim, për në shta ti mja rikujtu vetës krejt potencialin që mund është me Jemi qenë sociale dhe në fund të ditës është e nevojshme, pa tjetër që të kemi... Por një gjatë tjetër në shta që edhe kom mësu, është që unë gati një vjetë kom jetu vetëm, edhe kom mësu që po vetëmia ka njerë është e mirë, se t'jep mundësin me ronë kontakt me vetën, po të njëjtën kohë dhe me qenë dhe shumë e frekshme. Kështu që nështë ta që ajo ka qenë edhe njëna për arsyeve pëse unë e pa ta marrë vendimin për me u kthy edhe me qenë ofër familjes edhe me qenë ofër lidhjes për cilën shpëton, na kena investu shumë gjatë aty në 5 viteve cilat nështë ta nuk kemi qenë bashkë fizikisht. Je përplasën do njëherë për muri? Ndë në moment saktuar edhe nuk ke pa për momentin zgjedhje, ato momentet kur ndoshta gjithë se cili mund të përjetoj... Vërtet. Edhe menohet që na që jemi profesionist shëndetit mendor, ndoshta këto neve nuk na prekin, por mendoj që diferenca mes neve dhe të tjerëve në kuptimin e popullatës është që na jemi ndoshta shumë më të ndërgjegjshëm edhe jemi më të përgatitur edhe i posedojmë disa shkatësi. Njohuri plus po. Patjetër. Kështu që definitivt përveç po, ka pas asaj raste, ka asaj raste edhe tash,
Po mendoj që ajo përvoja, mendoj që çdo shkallësit, puna me veten, investimin veten dhe që kjo mbështetja për cilën po flas, gjithmonë e kam bo ma të lehtë me e kalu. Me thonë, nuk ka një person, një sfidoj të gjithve, i cili në një moment të caktuar nuk do ta ketë një vështërsi e cila vërtet do t'i shkunda ato themelet e vetës së tij ose të saj. Për rëndësishme është me u kuptu që ajo është një moment dhe nuk e definon krejt rrugtimin tonë. Dhe që kjo ka qenë mendësia jame gjithmonë, edhe që shtu kom provu me pa, nështë ajo si një diçka për cilën kom u thy edhe kom u shkatru, po si një diçka për cilën kom e mujtë me u ringrit. Edhe në psikologji është shumë i rëndësishëm që ky koncept i reziliencës, për cilën unë e kam shumë favorite, që është një term pi fizikës, që nën kupton aftësia e një metali me marrë vetën, masi që e përjeton një goditje të rëndë. Pra ai e merr vetën, po e ndryshon formën. Njëjtë është edhe me njeriu, diçka të ndodh, të ndryshon, ti e merë një formë të re, po ti vazhdan. Pra për mu mendoj që është një farë sinonimi dhe një farë simbolike shumë e mirë për me shpjegu këtë rrugtimin e për cilët njerëzit kalojnë përfshirë vetën time. Mishom, jemi okej me minutazhën, se mendova mos e kemi kalu, po jemi shumë okej me minutazhën, gjithsesi tani si po shkojnë punët këto viteve të fundit dhe ekspertiza jote. Ne diskutojmë pak se si është gjendja, po themi, e shëndetit mendor të rinjve, adoleshentëve në Kosovë. Tash, angazhimi im primar është në Departamentin e Psikologjisë në Universitet Prishtinës, aty ku unë ofroj pjesën akademike të ligjërimit mbi fushën, kryesisht me studentit e nivelit bachelor dhe master, edhe është një përvojë tepër inspiruese, është shumë mirë me qenë ofër njerëzve të cilët e ndojnë qatë pasionin për fushën edhe qatë kuriozitetin edhe me thonë ora është 9 dhe te ki kitë sallën plot edhe ka njerëz që rrinë në komë. Sepse dojnë me ngu edhe kanë kuriozitet. Jo pëse jom une në shta per se, kjo ndodhë dhe me kolegteve, po pëse ata e ndojnë qatë pasion. Kështu që aty e kom angazhimin tem kryesor, në anën tjetër paralelisht unë ofroj edhe shërbimet shëndetit mendor për të rritur. Ato e bëj ma shumë në një ditë të caktuar të javës për shkak të angazhimeve që muj me i pas, por mendoj që ka një vedije shumë atë madhe, ka një ndërgjithësim shumë atë madhe për prindve, po edhe për trinjve sidomos tash me këtë inteligjencën artificiale, me rrjetet sociale, me globalizmin e krejt të tjerat, edhe është kënaqësi shumë e veçantë me ofru qatë ekspertizë profesionale një me ne, edhe me pa ndryshimin vërtet që është ndodhë. Se nga njëherë në fakultet, të vymë pa kohë, të vymë me kalu 3 vjetë për me pati një student që është u formësu, ndërkas në psikoterapi, mas 60 minutave të eshe një ndryshim të caktuar. Kështu që është shumë freskuse, po dhe është shumë shpërblyse të njëjtën kohë. E përmendet që ka ndryshuar pak dhe populata është duke u vedisuar, do më thonë, çdo ditë më tepër, mund ta bësh një dallim? Mendoj që dallimi kryesor vjen prej pandemisë. Pra aty ka qenë ndoshta shpërthimi, që ajo është perceptimi, po këto atojnë edhe studimet në vazhdimësi. Deri në pandemi ka ekzistuar një stigmë shumë e madhe me kërkundim, sidomos këtë vendin tonë që jemi vend i vogël, ende me disa gjykime dhe paragjykime, ndoshta për cilët na nuk i fajsojmë individet, por nështë mungesën e informacionit të cilën mujnë me pas. Në pandemi, na të gjithë e kemi pas frikën e njëjtë, të gjithë e kemi pas shtetësimin e njëjtë, të gjithë e kemi pas situatën e njëjtë, kemi qenë mbyllur. Dhe mendoj që pandemia për profesionistë e shëndetit mendor ka qenë një kthes shumë e madhe, sepse njerëzit kanë fillu me fol pak më lirshëm dhe me kërku ndihmë më shumë. Unë gjithmonë e them që asnjëherë në jetën time nuk kam punu më shumë se në pandemi, sepse kërkesa u kon shumë e madhe. Para ditën me qenë televizor, ditën me majtë mëseve online, mbrëmje me punu me raste në formatin online, edhe krejt këto rastet e tjera të cilat kanë mujtë me ndodhë. Kështu që ndryshimi është shumë i madh, po mendoj që kryesorja është kjo informacioni që e kanë. Tash fatkeqësisht dhe fatmirësisht, informacioni mund të qenë i dyanshëm, megjithatë trinjtë tonë janë shumë kritik kundrejt asaj që ka pranojnë, edhe dinë me vot diferencimin, edhe dinë me zgjedh ato që ndoshta i përshtatet nevojës së tyre. Po për mua personalisht pandemia është një farë prerje me thik e ndryshimit të qëndrimeve dhe besimeve saj përket marrjes së shërbimit të shëndetit mendor.
Përsa i përmendë pak më herët studentët, ata të cilët mbushin sallat dhe shprehen një interesim të jashtëzakonshëm të tyre për të ndëgjuar ligjëratat dhe jo vetëm. Çfarë ndjesie është tani kur përballesh ndoshta edhe me pyetjet dhe të bie gjithmonë ta transmetosh atë diturinë tënde që ti e ke akumuluar ndër vite. E vërtet, tash ndoshta u bënë në disa vite. Pikërisht, po. Me gjithat, emocioni mbetet gjithmonë i njëjtë. Ke përcjell gjenerata, Patjetër. I bie kështu. Edhe po emocioni është gjithmonë i njëjtë, sepse shumë shpesh na pas studentë u bujmë bo kërgjo. Fatmirësisht studentët tonë janë tejet mirë. Do të thonë, jo pse unë po du me i lavdu ose kështu, po vërtet. Nuk ke nevojë, po shihet nga vendet tjera fqinje dhe jo vetëm, po shihet edhe nga vendet të Europës, ndoshta edhe më larg që po kërkojnë. Edhe janë të shkëlqyeshëm, do të thonë, kanë performancë shumë të mirë, edhe kur dalin me studiu jashtë, do të thonë, nuk i dallon kurrë prej studentave tjerë. Shumë e vërtetë. Ndoshta edhe dalin edhe më mirë se vendasit. Ndoshta kushtet janë shumë më ndryshe, po ata i mban çajo kurioziteti intelektual dhe çaj pasioni. Tash edhe përvoja me një anë e bënd vetëm, po mendoj që kryesorja mendoj që duhet me qenë ky përditësime. Fakti që jeni profesor universitar nuk nënkupton që kërkesa jote për dije ka mbaruar. Me të ndush vazhdimisht me qeni përditësuar me informacione të reja, sepse studentët lexojnë shumë. Ka njëherë shumë në përmbajtje të mirë, po nga njerë edhe kam pyetje të cilat ndoshta janë relevante, por për ty si mësimdhënës duhesh ti orientosh nëse jo t'ju japësh një përgjigje. Kështu që unë ato asnjëherë nuk i kuptoj si tendencioze apo diçka të ngjajshme, po më shumë i kuptoj si një hapje e mundësisë për diskutime. Dhe ka plot raste kur më thonë, "Okej, lem të kthejna në shtëpi, të lexoj pak më shumë, edhe nesër e vazhdojmë këtë diskutim, po të njëjtën bënin edhe jo, se duhemi mi shkëmby këto informacione. Prandaj, është shumë gjendje veçantë, edhe mendoj që është si me përjetu gjithmonë për herën e parë. Tani, çfarë plane ka natyra për të ardhmen? Është shumë e vështirë, sidomos në këto kohë ku po jetojmë, që po thuaj se gjatë gjithë kohës ç'a me bëj nesër, është... Qashtu që shënesëm bisedën, me thonë, na gjithmonë e kemi një farë tentimi me po të ardhmen, po unë mendoj që duhet me vazhdu me bot njëjtën, edhe për mu ma me rëndësi është që ky aktivizmi komunitar të cilën unë e kam edhe si një vlerë shumë të integruar. Një mision të shta. Një mision qashtu. Unë e kam shumë të rëndësishme me vazhdu me punu në gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, në arsimin parafillor dhe të mesëm, me vazhdu me bo punë të mira për familjen dhe komunitetin, sidomos për familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, me vazhdu me bo hulumtime dhe studime të tjera, ndoshta për me e konkretizu dhe me ndërkombëtarizu këtë punën time profesionale, po për mu ma e rëndësishmja është me qenë një prind prezent, me qenë një prind atë për djalin tem diellin, edhe me qenë për prindët me të cilët sigurisht po plakën edhe koha, po hes, po me mujt me kriju kujtime të mira, edhe me mujt me kriju kuptim plota, me nda storje, me nda tregime në shtatë të përvojave që i kemi pas, po kur gjo ma ndryshe se sa ato që e kom bo në shtatë prej kohës kër jom këthy në Kosovë, përveç në shtatë veç me e rrit intensitetin e punës edhe angazhimit. Një super FM, natyra dhe faleminderit shumë për gjitha këto që ndajte me ne. Gjithsesi, për fund do doja ta merrja një porosi nga ana jote për gjithë ata të cilët paten mundësi të na ndëgjojnë, ndoshta ndodhen në situata nga më të ndryshme, ne nuk mund të dimë në çfarë problemesh mund të jenë njerëzit, por edhe pse jo, ndoshta situata që thjesht mund zgjidhen me pak mund. E vërtet. Fillimisht faleminderit për ftesën, unë ju shumë mirë, jo shumë e zakonshme për mu me qenë këtë pozicion. Me qenë në këtë kësi lloj formati, po. Po edhe me reflektu ndoshta për përvojat, po ma e rëndësishme ndoshta kjo e fundit, për me nda me të gjithë ata që po na shohin, që shumë prej sfidave të cilat jemi tu i kalu, sa ato që kemi me i kalu, është shumë e rëndësi mi a rikujtu vetës që është një fare reagimi normal, sepse ajo që po të ndodhë është jo normale. Edhe rjedhimisht me provu me kuptu pozicionin prej kësaj perspektive. Së dyti me provu me kërku ndihmë profesionale, sot kemi fatin e madh me pas shumë profesionistë shëndetit mendor cilët janë aktiv dhe në formate të ndryshme, dhe në gjuhë të ndryshme, dhe në kontekste të ndryshme, për me letu se cilin me pas qasje, edhe së treti me provu me u informu sa ma shumë. Gjithmonë me rikujtu që ato që po kalojnë është veç një moment dhe jo domosdoshmërisht të fundi asaj në për cilën janë të kalu. Pjesa tjetër është proces edhe duhet me u përpunu edhe
s'po do me thonë ka me kalu, po ka mu bo më mirë. Ka më e lehtë. Ka mu bo më e përballueshme. Pikërisht, sepse njeriu mësohet ndoshta edhe me situata të cilat mund të jenë të vazhdueshme. Patjetër. Kënaqësi që të pata këtu natyra, Faleminderit faleminderit shumë, po shpresoj shumë që të kemi mundësi të tjera të